Mirëditë të dashurinj, të njohur dhe të panjohur. Ja ku erdhëm prapë në ora letrare. Gjithmonë fut nga një gjë të re unë në orën letrare. Mos kujtoni se e ndërpreva leximin e vargjeve nga poema Odisea e Homerit. Jo, do vazhdoj. Nuk kam ndërprerë as programet e tjera, me lexime poezish, pjesë nga librat e mi, e tjera. Por sot, e shikoni këtë librushkë? Dikush i brezit tim, du ta mbaj mend. Lirika antike greke. Botim, shtëpia botuese na Infrashëri, 1980. Se mos rinja unë sa dilte nga botimi në një libër interesant, beshe pjesë e bibliotekës sime shtëpiake, modeste sigurisht. E kam blerë më 28 korik 1980. Parathenjen e gjatë, interesante të këtij libri me lirika greke e ka bërë studiusi shkrimtari, përkthyesi, poligloti Muzafer Xhaxhiu. Çudi, për disa patriotë të thekur sot, do të qenë ndonjë filogrek, në kuptimin e keq, përdoret se filogrek është epitet i mirë. Ti je filogrek, filo-italian, filo-kines e me radhë. Me siguri dhe atere, para 40 vjetëve, e me radhë, e mëtej, merrte 300 të pensionit nga greku. Kurse unë, që me njerë e blinja librin, me 2 lekë e gjysmë, 2,50. I paguar dhe unë, nga agenturat greke. Mendje kjo dynja. Megjithatë, dua të theksoj këtë, që ky poliglot i shquar shqiptar që pak dimë për te, flas për veten time, Muzafer Xhaxhiu, ishte njohës i greqishtes së vjetër, i latinishtes dhe i shumë gjuhëve të tjera. Por nga ana tjetër, një studius e hulumtus i origjinës Pelazgo i lirë të shqiptarve. Dëgjoni ju, akuzus, të thekur për filogrekët e të shiturit e greku, për 300 €. Atë kohë si shevroja, po llafi që vjen, që atere pas kemi qenë të shitur. Ka patur studius që i mëshonin origjinës Pelazgo i lirë të shqiptarve, po nuk fluturonin si sa shalatan sotëm, që çdo gjë e bëjnë shqiptare. Që fillesa e universit është gjua shqipe, është raca shqiptare, e tjera budallaqe të tilla. Unë do lexoj të radhë, jo vargje nga ky libër. Vargje do lexoj herë tjetër. Bile në këtë libër janë veç parathenjes, që është e gjatë, Hesiodi, poet të antikitetit, Kalini, Tirteu, Fokilidi, Ibiku, Simonidi, Bakilidi, Pindari, ka epigrame, Arkiloku, Safo, Anita, Nosida, Asklepiadi, Kalimaku, Leonida, Meleagri, Teokriti. Ka të tjera, poezë Xenofani, Teognidi, Arkiloku, Alkeu, Anakreonti, Alkmani, Stesikori, e me radhë. Do lexoj her pas here vargjet të tyre. Helen ishin, grek ishin, çfarë të them unë? Po dalë ndalë pa ndaj tjetër, do thotë,
Jo, ishin puro shqiptarë. S'ka rëndësi për mua. Për mua, po e them sinqerisht. Çfarëdo që të ishin poetë. Ishin njerëz, poetë. E në lanë trashëgimi këto vargje të mrekullueshme. Po lexoj disa faqe, që të mos ju mbaj gjatë këtë radhë, si fillim. Nga parathënia. Asnjë letërsi tjetër në botë ndoshta nuk është zhvilluar në mënyrë kaq të harmonishme e në vazhdimsi logjike sa letërsia e Greqisë së lashtë. Kjo ndodhi se edhe etapat në të cilat u zhvillua shoqëria u dalluan mirë njëra nga tjetra dhe nuk precipituan si në Romë. Procesi i zhvillimit të botës greke ishte i gjatë, që nga redi fisnor deri në vendosjen, ulëzimin dhe shkatërimin e rendit sklavopronar kaluan gati 2000 vjet. Gjatë asaj kohe një letërsi dhe art i madh muar njetë që u shqye në burimin e begat mitologjisë, e cila, si thot Marksi, përbente jo vetëm arsenalin e artit grek, por dhe truallin e tij, dhe koherencën dhe vazhdimsinë në letërsinë dhe artin grek e krijoi mitologjia. Dhe nëse do të artoj një fjalor mitologjik, ky do të shteronte me veprën poetike të Homerit, prandaj Iliada dhe Odisea mbeten burim i pashterur frymëzimi për antikitetin grek. Eskili thoshte se tragjeditë e tij janë thërime të tryezës homerike, dhe Eskili jetoi rreth 4 shekuj më vonë se Homeri. Aty nga mezi i kësaj periudhe 400 vjeçare lindi dhe u zhvillua një gjeni e re, lirika. Edhe kjo i lagu buzën në burimet e freskëta të Olimpit, sepse tërmërinë dhe virtutin, dashurinë dhe verën që ajo këndoi, pati kënduar dikur edhe Homeri. Rodhën shekuj dhe kushtet politike shoqërore të Greqisë ndryshuan shumë. Zhvillimi ekonomik i qyteteve shtete në 100-vjeçarët e 8, 7 dhe 6 para erës së re sollën shkatërimin e mbretërive dikur plot zulm të epokës heroike që këndoi Iliada dhe Odisea, që u fikën me radhë njëra pas tjetrës për t'i lënë vendi lindjes së një shoqërie të re me qytetarë të lirë dhe sklevër. Në këtë kohë u rritën mjaft qytetet, poliset. U shkatëruan kështu lidhjet e vjetra të fisit dhe vendin e zuri shoqëria e re. E organizuar në shtet shoqëria sklavo-pronare, e para në historinë e njerëzimit me klasë antagoniste. Zhvillimi i tregtisë dhe zetarisë shpejtoi dhe më shumë procesin e diferencimit social-ekonomik. Një ilustrim të këtyre dukurive të reja na japin vjeshtat e poetit të shekullit të 6, Teognidit. Duke qenë vetë një aristokrat i shkatëruar ekonomikisht, ai mban një qëndrim plot urrëtie ndaj njerëzve nga populli që janë pasuruar, të cilës, si thot ai, jo shumë kohë më parë, të veshur me lëkurë dhish, kullosin si drerë jashtë portave të qytetit, kurse tani qenë kanë bërë fisnik. Sa aktuale për tanët sot. Lufta e popullit e Demosit kundër fisnikëve të lashtë që hyrin historinë e Greqisë si luftë e demokracisë me aristokracinë ishte ashpër dhe vazhdueshme. Aristokracia fisnore nuk donte të hiqte dorë vullnetarisht nga sundimi i saj dhe me dëshpërim u qëndronte sulmeve të forcave të reja. Por demokracia që vendos në qytete shtetit të Greqisë pas shkatërimit të aristokracisë fisnore ishte një demokraci për pakicën e pasur, sepse shumica dërmuese e popullsisë jetonte me frikën e së nesërmes dhe të urisë dhe nuk gëzonte asgjë prej saj veshlirisë formale. Pozitën sunduese në shoqëri e zinte klasa e skllavo-pronarëve, ku futeshin pronarët e tokave, të punishteve, të zetarisë, që shfrytëzonin egërsisht punën e sklevrëve, si dhe tregtarët e pasur, fajdexhinjtë e të tjerë, kurse shtresat e gjerat popullsisë sa shquajtur të lirë, po shkatëroheshin ekonomikisht dita ditës, bini viktima të konkurrencës së prodhimit të madh, të skllavo-pronarit, të borxheve të shumta dhe të fajdexhinjve, humbisin ndonjë pronë të vogël që mund ta kishin, ose detyroheshin të linin adheun për të rregulluar jetën e tyre në kolonitë, atë bëheshin mercenarë në ushtrinë e ndonjë vendi të huaj. Gjendjen e mjeruar të njeriu të thjeshtë të popullit kundër parisë së etur për plashkiti dhe pasuri e gjejmë që te Homeri vënë në gojën e tërsitit, megjithëse jemi në një shoqëri ku nuk ka ende klasa dhe shtet. Procesi i diferencimit shoqëror në Greqi ishte mjaft i gjatë dhe i ndërlikuar. Me formimin e qyteteve shtete, klasa zon pozicione të qarta në luftën midis tyre, e cila do të zhvillohet në fillim midis demosit, popullit dhe aristokracisë, dhe pastaj midis shtresave të varfëra dhe të pasura brenda për brenda demosit. Shtypja dhe shfrytëzimi u bë i pari themelor i shoqërisë slavpronare dhe poeti i ligjvënsi Solon në një vjeshtë të tij i padit ata, që marrëzisht po duan ta fikin fare të madhin qytet, sepse synojnë te kamja, krerët e tyre nuk kanë shpirt të pastër dhe vjedhin si hajdutu dikush andej, dikush këtej.
si sot. Ndryshimet ekonomike në shekujt e 8 dhe të 7 para erës së re sollën shoqërinë greke interesa të reja. Mendja kurreshtare e njeriut nisi të kërkonte baza të reja jetese, të nxirrte përfundime nga vëzhgimet mbi të kuritë e natyrës dhe të shoqërisë e të grumbullonte rregulla dhe norma të nxjerra nga përvoja dhe mençuria njerëzore. Në ndryshime pikpamjen aristokratike ndaj punës si diçka e ulët për fisnikët, tani i këndohet forcës dhe dobisë së saj. Jo, asnjë punës është turp është të mos punosh. Hesoidi e këshillon të vllain të punoj, në qoftë se do të shkosh si lypës në derë të huaj. Ky mendim përshkon si një pej kuq poemën e Hesoidit Punë dhe ditët. Vepër kjo me karakter didaktik që pasqyron marrëdhënie të reja, koncepte të lindura nga nevojat e jetës së përditshme dhe që nuk bën pjesë në lirikën e mirëfillt. Poeti jep në veprën e tij Punë dhe ditët një radhë këshillash praktike dhe parashtron në mënyrë sistematike përvojën e grumbulluar gjena të kohë mbi jetën dhe veçanërisht mbi punët e bujqësisë. Flet për përgatitjet që duhen bërë para mbjelljeve korjeve, për lërimin e tokës, për sigurimin e bazë materiale, për kafshët e punës. Dy dem atje në meshkuj, 9 vjeçar, sa atëherë fuqinë e kanë fare të freskët. E deri dhe për drurit që duhet të shërbejnë për të ndërtuar këtë apo pjesë të parmendës. Timoni t'jetë dafine ose vidhi që spreket as nga mola, kurse cungu t'jetë prelisi. Shpesh mendimet e poetit të shprehura në formë këshillash marrin ngjyrën e fjalëve të urta e të aforizmave. Punët mos i le për nesër e pas nesër, ose njeriu që vazhdimisht i shtyn pra punët se mbush hambarin kurr. Koncepti mbi të mirat e punës hapi rrugën e përpjekjeve për çlirimin e mendjes dhe të shpirtit nga paragjykimet e lasha të kasës. Njeriu tani do të shmohet jo për preradian shoqërore, po për vlerat dhe meritat e tij. Shënsi ka të jenë prej fisit lart, ata të cilës kanë kurfare njerëzie ndër fjalë në mendje, këndon Fokilidi. Morali i ri i shoqërisë e frymëzon Simonidin nga Amorgu të flasë me neveri për gruan përtase, aristokrate dhe të pasur, që as mokër, jo, as sit nuk prek në dorë dhe të lavdëroj atë që i ngjan blecës punëtore, si luma i që mori këtë femër. Lindja e shoqërisë së re sklavopronare solli përparime të dukshme në lemin e filozofisë dhe të shkencës. Nisi të studiojë mbi baza shkencore natyra në tërë dukuritë e saj dhe të mbajë një qëndrim skeptik ndaj sistemit mitologjik të Olimpit. A Zeusi nuk u pëlqen të gjithëve, as atëherë kur bie shi, as kurse le të bjerë, Teognidi, apo të vijë në dyshim drejtësia e hynive, qysh dëron urtia jote o djali Kronit, që njeriu i mbrapsht të ketë njëjtin fat që ka dhe i drejti, Teognidi. Me një notë rondise realiste, poeti i halleve të popullit Hiponakti flet për varfërinë e tij dhe ankohet se Pluti, perëndi e pasurisë, ai qori si ka shkelur në shtëpi poetit për t'i dhënë 30 para të argjendta. Mora si shumë urysh dhe po vazhdoj, po e di që e zgjata dhe mund të bezdiseni, prandaj po e ndërpres me kaq për sot për të vazhduar erën tjetër. Miru pafshim, kalofshi bukur.